te libri i Sadiuni klasës së 5, te ushtrimet e matematikës, në faqen 69, ushtrimi 1 ka këtë kërkesë. Shkruaj numrat me shifra. Shifrat për shkrimin e numrave janë 10 shifra, nga 0 te 9. Shifrat janë njësoj si shkronjat në gjuhë, pra me anë të shkronjave ne shkruajmë fjalë, me anë të shifrave ne shkruajmë numra. Përpara se të shkruajmë numrin që sapo lexova, do bëjmë një përsëritje të klasave dhe të rendeve të numrave. Deri në klasën e 5, fëmijët do të mësojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe të kryejnë veprime me numrat 6 shifror. Në program e kemi deri në 1 milion, por nuk do të merren me milionët më. Deri te numrat 6 shifror. E filloj me klasën e thjeshtë. Numrat ashtu si klasa të them fëmijëve, në një shkollë janë të ndarë. Janë të ndarë në klasa. Klasa e thjeshtë dhe klasa e misheve, pra numrat 6 shifror. Klasa e thjeshtë ka 3 rende. Rendi njësheve që është rendi më i vogël ose më i ulët që ka më pak vlerë, pastaj rendi i dhjetësheve dhe rendi i qindsheve. Edhe klasa e misheve ka 3 rende, i misheve, 10 misheve dhe 100 misheve. E njëjta gjë është dhe për klasën e milionëve, kur ata të shkojnë në klasë të 6 do ta mësojnë. Të kalojmë tek leximi i numrit, si do të bëhet dhe si do të shkruhet me shifra. Edhe një herë po lexoj me kujdes, 32.307. Për një moment do ta ndajmë në 2 pjesë këtë numër, ashtu siç janë dhe klasat e misheve dhe klasa e thjeshtë. 32.000, zëri se nuk ekziston fare klasa e thjeshtë. Atëherë, 32 shkruhet e klasa e misheve sepse është 32.000, ka mbiemrin mi. Dhe klasa e thjeshtë e 307. 307. Njësoj sikur të mos ekzistonte fare. Numri 32 shkruajmë numrin 307. Dhe na formohet numri 32.307. Rendi i dhjetësheve është 0. Kalojmë te numri tjetër, 500.005. Edhe këtë do ta ndajmë në 2 pjesë, 500.005. 500.000 është te klasa e misheve. Pra, sa ka klasa e misheve? 500.000. Dhe shkruajmë numrin 500. Ndërsa klasa e thjesht ka e 5. Këtu gabojnë fëmijët, sepse e shkruajnë 5-ën këtu. Nëse do të shkruaj këtu është 500, nëse do të shkruaj këtu është 50, dhe vetëm tek e fundit e njëshet është 5. Detyrimisht, kur ne kemi shkuar te klasa e misheve, atëherë këtu patjetër duhet të vendosim 0. Edhe një herë, 500.005. Po marrë dhe një numër tjetër, për ta bërë më të qartë, po marrë një numër me mishe, me rendin më të lartë mishet. 8.030. 8.000, pra te klasa e misheve kemi vetëm 8-ën. E 30. Te klasa e thjesht kemi vetëm numrin 30, që do të thotë është e dhjetëshet. 30. Prandaj te rendi i qindsheve do të vendosim shifrën 0. Edhe një herë, 8.030.